Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhët në Mishtënia Podcast në edicionin e radhës që Mishtënia e Shkupit sjell para jush me mysafir të ndryshëm. Sot e kemi një nder dhe një kënaqësi të veçantë, pasi që kemi një mysafir nga Shqipëria e dashur, nga nëna një mysafir, një hoxh i nderuar, i njohur për publikun dhe opinionin e gjerë, si në Shqipëri, në Kosovë, po ashtu edhe në vendin ton. Është hoxh Vladimir Kera, imam dhe atip në xhaminë e Vorrës dhe antar në qendrën Mimber. Hoxh i nderuar, mirë se na erdhë, është kënaqësi e inja që t'ju kemi në Mishtënia Podcast. Shumë faleminderit. Pikëparë Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Por mua është kënaqësi jo vetëm që jam tek Mishtënia e Shkupit, sepse e vlerësoj shumë për seriozitetin e punës, për mënyrën se si po sjell një frym të mirë, mendoj të duhur, qytetare, fetare, që i shërben vendit, por mbi gjitha që vim në Shkup, në Shkupin e që është histori, pra është traditë, është shenjë për të gjithë muslimanët e Ballkanit. Dhe nuk e mohoj dot as kënaqësinë as emocionin që kam, kështu që shumë faleminderit. Deri ini është hoxh që kemi pjesë e inja, besoj që kemi shumë çfarë për të folur hoxh, edhe ndoshta edhe minuta dhe koha nuk do ta mjaftonte, por do t'i çasemi asaj që ka të bëjë etika fetare në raport me ligjin, me shtetin, me institucionet publike. Është nevojë e kohës, besoj që është nevojë edhe e ynia që ne tamam të rrisim edhe veten dhe vetdijen tonë, që duhet kemi një raport shumë korrekt edhe me shtetin dhe sidomos me institucionet tona publike, institucionale, po qofshin ato fetare, po edhe jo fetare. Duke filluar nga e para, çfarë në kupton etika fetare islame në raport me shtetin edhe institucionet publike. Shiko, mu më bëhet qefi njerë që solle këtë temë në vëmendje dhe mendoj që jo vetëm sot, po historikisht duhet her pas here të kthehet në vëmendje. Jo vetëm raporti me atë çka ne po e quajmë tashmë, po i vëmë një term si shtet, po flas me tërësinë asaj që është publike. Pa që ka një interes publik. Patjetër që gjërat janë të kushtëzuara nga këndi që i shikojmë. Kur ta shikojmë një kënd fetar, feja është paket një farloj forme që mbart një tërësi vlerësh dhe normash. Nuk është një pikpamje ngushtë, relative, personale. Dhe unë do ta sqaroj pak këtë. Shikoj dashur, është tjetër kur një gjë e shikojmë si e shikon feja, dhe është tjetër diçka kur e shikojmë sa unë kam kuptuar nga feja që ta shikoj këtë objekt. Dhe nëse nuk arrijmë ta ndajmë këtë, do ta kemi shumë të vështirë të kuptohet edhe kjo ligjërat, por dhe shumë fjalë të tjera që mund thuhen tek diku për çështjet publike. E para, feja ka nevojë që të kuptohet mirë, të analizohet mirë, edhe për çdo fushë të flasin ekspertët e fushës që i përkasin kësaj çështje dhe nuk mjafton thjesht me një zë. E dyta, atë çfarë kam kuptuar unë nga feja, është një pikpamje se si unë e kam kuptuar, që do thotë ka hapësirë për diskutim, ka hapësirë për ta shtuar, për të rregulluar, për të ndryshuar diçka dhe me kohën për ta kuptuar se sa më vend ishte apo jo. Pra kjo është shumë e rëndësishme, të paktën në diskursin publik, në raport me çështjet publike. Sepse për çdo çështje kur flasim, ne duhet kemi parasysh vendin, kohën dhe rrethanat. Siç thotë dhe imja vet, kur diskuton për çështjen e fetvas, ai vendos një 3 pika të rëndësishme dhe unë mendoj që duhet i kemi në vëmendje. Edhe pse unë gjykoj që për arsye të kohrave veti mendja mia është lexuar të merrsisht shumë gabim, sepse nuk është kuptuar sakt. Nuk mund të shmangemi ne nga koha, vendi dhe rrethanat. Pra, në çfarë rrethanash jemi, në çfarë kohë jetojmë, edhe cilit audiencë, për çfarë çështje publike po flasim. Atëherë Islami çfarë ka në thelb? Ka shariatin, apo jo? Ka besimin, ka dhe akhlakun. Pra është akide, sharia o akhlak. 3 janë boshet kryesore të kësaj që ne i themi Islam. Është besimi si ide, është shariati si ligj, është dhe etika, apo morale, o tërësia e normave dhe rregullave, që neve na ka mësuar Zoti nëpërmjet të cilave ne bëjmë një jetë njerëzore, publike, qytetare, gjithëpërfshirëse, universale, siç e ka Islami vet. Por derisa çështjet publike janë amanet, edhe konsiderohen në çështjen e maqasit të sharia, pra objektivave të mëdha të shariatit si maslaha,
Pra dobi prurse, çështje me rëndësi të veçantë, patjetër që në fe nuk mund të ketë neglizhencë. Dhe përderisa feja vetë e konsideron amanet çështjen publike, atëherë pyetja lind që amanetet që ka Zoti për çështjet publike ju jepen vetëm njerëzve me përgjegjësi dhe shikohen me syrin e përgjegjësisë. Nuk mund të jemi në asnjë mënyrë neglizhent neve ndaj këtyre çështjeve. Përderisa pra ne e nisim shtetin si maslaha, pra dobi publike, atëherë ky është këmbështrimi jon si fetar, mendoj unë, duke pasur edhe atë pjekurinë tonë fetare që një kohë apo një vend caktuar ne shtetin e kemi amanet. Pra dikur ka pas përmendur Ali Korça që kur e shikonte se si funksiononte shteti, pra që ishte lekët e njerëzve merreshin nëpërmjet taksave dhe taksat pra ishte përqindja e djersës së popullit, që mblidhej dhe pastaj kthehej në shërbim të popullit, ai e konsideroi shtetin si vakëfi më i madh. Për këtë arsye e konsideroi sepse tha këto janë lekët e njerëzve. Dhe në vakëfe të rëndësishme siç është shteti, duhet domosdoshmërisht thonte që të vejmë njerëz me përgjegjësi të lartë. Pra ai e shikonte në këtë lloj sy. Nëse për shembull sot me paratë e taksapaguesve po e qym ne, që janë njerëzit, paguhen pensionistët, mbahet arsimi, paguhet shëndetësia, paguhen njerëzit, paguhen punëtorët, rendi, siguria me radhë, ky mund të jetë një lloj vakëfi i madh. Edhe pse nuk qen ka një vakëf i madh ku janë parat e njerëzve. Dhe prandaj prekja në asete publike futet ke mëkatet e rënda, sepse po vidhen parat e njerëzve, të cilët kanë shputur nga mundi i familjes tyre për të mbajtur këtë që ne i themi shtet. Dhe prandaj unë shikoj kështu që etika në pikpamjen bazike është domosdoshmëri, ruajtja e këtij shteti, respekti e kësaj që është e mirë e përgjithshme. Është e mirë e përgjithshme shteti, nuk është përfitim personal. Është një e mirë e përgjithshme. Ne kemi interes të përgjithshëm që shteti të jetë i mirë, i drejtë, i fortë. Përveç se sa bën, ne duhet kontribuojmë mendoj unë fort, edhe se si duhet të jetë. Duhet të jetë me njerëz profesionist, siç tha Jusufi alayhis salam, se për shembull unë atë kam marrë gjithmonë model. Mu kam lexuar tefsirin Ibn Kathirit, që thot faraoni nuk ishte besimtar. Në kohën kur profeti i Zotit Jusufi kërkoi që të merrte një post publik. Pra sepse Jusufi e kërkoi, "Xhalni, më bëj mua." Ja kërkoi faraonit ose pushtetarit të asaj kohe që t'i jepte një post publik të një rëndësie të veçantë. Më bëj mua tha përgjegjës të magazinave, sepse unë tha kam dy gjëra. Jam njëri i besueshëm edhe i ditur. Pra, unë jam amanetjar, kam amanet, edhe di që bëhet puna. Dhe historikisht to janë dy kriteret kryesorë kur flasim për çështjet publike. Ka nevojë nderuar mendoj unë për njerëz të besës, dy dhe njerëz që e dinë, e kuptojnë çfarë është. Se paditunia shpeshherë, jo shpeshherë, po gjithmonë ja humb vlerën një gjëje, ose je vlerë gjëje që s'ka vlerë. Se paditunia këtë bën. Domethënë, kur thot Ibn Ashuri që çfarë është dia, aftësia për të dhënë njeriu vlerë çdo gjëje në vendin që i takon. Dhe paditunia është pikërisht thot mos pasi aftësia e njerëzve të vendosë gjërat në vendin e duhur. Këtë bën paditunia. Shtetin për shembull që është gjë kaq e rëndësishme, lirë në dorë një. Jo, po mund ta lëm pa vlerë, aq sa mund ta neglizhojmë fare. Ç'pun kemi ne me të? Dhe unë mendoj që kjo ka ardhur si pasojë e sekularizmit të injektuar në mënyrë të vazhdueshme në mendjen e fetarëve. Sekularizmi çfarë është pra? Shkputja e fesë nga hapësira publike. Pikpamja sekulare kështu thotë. Fejet nuk duhet të kenë hapësirë publike. Ne si fetar, duke mos pas dije dhe ne fe nuk e lam të futet në hapësira publike. Pra, një farë forme ne e vazhduam të linjën e sekularizmit nga pikpamja jonë. E vazhduam këtej. Ato thonë ti nuk ke punë akses publik dhe ne i themi një grua me shami, për shembull, çdo ti punosh në punë publike. Si del një grua me shami, për shembull, mjeke, inxhinier, avokate, ku dëgjon deputete, kryeministë, ku diu çfarë mundet ti post publik. Ti me shamiti nuk ç'pun ke atje mu përzi me ato. Po është sekularizëm kur më thu ç'ke që s'përzihesh me ato. Se feja e ka të përzihesh. Kush është si tha profeti sa? Khairun wa habbun illa Allahi. Më i mirë dhe më i dashur është ai që rri me njerëzit, i duron provat e tyre.
Është me njerëzit. Jo khalitun nase, përzihet me njerëzit. Edhe ti e di që në Kur'an kur përdorin termin njeri, nas, nuk ka qëllim vetëm besimtarët. Ju flet gjithëve. Terminologjia. Kur thotë ja yuhel mu'minun është tjetër, nuk thotë që përzihet me besimtarët. Me njerëzit, por me njerëzit gjithmonë terminologjia njerëz bëhet fjalë për të gjithë. Fetar, jo fetar, gjithë. Kurani kështu, ja yuhen nas, kur thotë ja yuhen nas, flet për gjithë. Kuptueshme, vëse U thot gjithë njerëzve. Pra, edhe ky tekst ka për qëllim këtë, që përzihet me njerëzit. Është më i mirë dhe më i dashur ke Zoti. Se sa ai që tërhiqet dhe adhuron Zotin i vetëm me radhë. Që të thotë, dashje pa dashje dhe ne vetë kemi krijuar një farë lloj thojza, po e them të pa kuptim, një lloj sekularizmi, po e quajmë kështu halal, pra, një farë lloj sekularizmi krahu këtej. Çfarë mëson ti filozofi, ç'më mëson filozofi, çfarë duhet? S'është dija jote kjo, por kjo është sekulare. Nuk ka në Islam dije, në Islam dy gjëra ka i dashur, si e shafun. Ka dije të dobishme, të pa dobishme, nuk ka dije tjetër. S'ka dije fetare, jo fetare, dije hynore, pa hynore. Kjo është ndarje eksaktësisht sekulare. Fetarja ka dy dije, dobishme, të pa dobishme. Nuk ka dije tjetër feja. Dhe feja nuk ka ndarje mes dynjas dhe ahiretit. Nuk ka punë dynjaje, punë ahireti. Feja. Feja ka punë të mirë, punë të keqe. Sepse mua nuk më rezulton në Islam një punë e mirë në këtë botë që mos jetë e mirë në botën tjetër. Nuk ka asnjë, absolutisht. Siç nuk më rezulton që një punë e keqe në këtë botë mos jetë e keqe në botën tjetër. Ndarja e punëve, pra dynja ahiret, fe, dije fetare, dije pa fetare, është pikpamje sekulare. Nuk është pikpamje fetare islame. Përndryshe, muslimanët tonë të parë nuk do të kishin mësuar pra ai Al-Jabri, Zoti më shëroz, dhe kishte shpik algebrën. Çfarë po kishte me shpik algebrën? çfarë ka përzi në Çfarë kishte, ai nuk është e fesë pra. Por siç thotë Begoviçi, dhe por mund ka drejt. Nëse don thotë ta aplikosh vetëm shartet, vetëm rregullat bazë të Islamit nuk mund të i praktikosh nëse nuk ke dije të bazë shkencore. Nëse s'di matematik nuk jep dot zakat. Nëse s'din biologji thotë nuk ndan dot ushimin e lejuar me të ndaluarin. Nëse s'din dot kimi nuk dallon llojin e ujërave për të marrë abdes. Nëse s'din astronomi thotë nuk gjen dot kiblen. Çfarë është a kupto? Nëse s'din mjeksi thotë nuk din dot përdorësh ilaçet e duhura të lejuara apo të ndaluara që i vlejnë trupit njeriu. Pra të lutem thotë, vetëm për kryerjen e farzave të duhen shkencat bazë. Vetëm për të bërë farzet, që ti të bësh ndarjen. Se ti më të vërtet më thosh, çfarë duhet mua matematika, s'është në kina Kur'anin, e keti, por kur të jap zakatin, s'patë matematikë ti nuk e pun dot. Nuk e jep gabim. Pra, në këtë lloj forme, unë mendoj që pikë së pari shteti le të konsiderohet një vakëf i madh. Amanet. Mënyra si bashkëveprojmë është mbas të asaj që quhet el maslahatul amme. Interesi i përgjithshëm i njerëzve që e shkrin interesin personal. Për shembull dalim tek pjesa tjetër, për shembull ndoshta pak më tepër fetare, për shembull a është respektimi i një ligji i caktuar, po qoftë edhe një institucioni fetar ose një rregullor ose edhe shtetit, për shembull a është pjesë e besimit për një musliman nëse ai respekton një ligj ose një rregull që vendoset nga autoriteti. Tani kur ne kemi në fikun islam, të gjithë ulemat, pra, të gjithë medhhebet dhe të gjithë ato që shkruajnë për usul fik. Për shembull, duke filluar nga Imam Shafiu, Imam Shatibiu, Isa Abdus Salam me radhë, e kanë ndarë çështjen e jurisprudencës, pra anës e ligjores, në ibadat dhe muamelat. Ibadetet e adhurime specifike që kanë besimtarë karshi Zotit tyre, të cilat janë detyrime, pra ka farze, ka sunete, ka të lejuara të ndaluara me radhë. Ka edhe muamelatet. Muamelatet janë bashkëveprimet mes njerëzve. Pra mënyra se si njerëzit bashkëveprojnë. Atëherë marrim model profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte në Medinë apo jo. Ai formoi një kartë të Medinës, një vend ndryshe, apo jo. Pse i qëndroi me rigorozitet dhe kortësisë që ra bashkë me pakicat e tjera që zotronin Medinë. Ai bëri një konsult me hebrejt që ishin atje, me ato të cilë ishin pakica jo fetare edhe me muslimanët, dhe formoi atë që quhet Karta e Medinës. Nuk lejoi në asnjë lloj forme, edhe në Paktin Hudejbijës, për atë gjë që ra dakord, por këtë hapësirë të përbashkët që kemi mes meja dhe teje,
Profeti respektoi edhe pse nga Meka vinin akoma njerëz për të ardhur në Medinë, i ktheu mbrapa. Pse duhet ta respektonte profeti këtë? Sepse kishte bërë një dakordsi në këtë hapësirë që ne jemi pra muamelate, në këtë hapësirë gjeografike që ne kemi rënë dakord që ta menaxhojmë bashkë, jemi marrë vesh për një kontratë që unë kam votuar për këtë që jam marrë vesh, me shumicë votash që u miratua, atëherë unë kam rënë dakord për këtë çështje. Dhe Zoti nuk e ndalon edhe në Kur'an. Nuk e ndalon Zoti që mos sillen e mirë, thot në Kur'an, ndaj atyre që s'ju kanë vrarë, apo s'ju kanë bërë dëm, apo s'ju kanë nxjerrë nga shtëpia e juaja. Pra për gjë që ne kemi rënë dakord. Wa muslimun ala shurutihim. Besimtarët i qëndrojnë dakordësisë që kanë rënë për të. Dhe historikisht muslimanët kështu janë sjell. Dhe fikul muamelat, po ta shohësh, i marrëdhënieve me pakicat, marrëdhënie mes popujve, marrëdhënie mes shoqërive, i qëndrojnë kushteve për cilat ne kemi rënë dakord. Pra, më shkurt më thjesht, nuk i takon një besimtari, që shikoj unë, nëpërmjet pikpamjes së usulit dhe mekasit sharia. Pra, objektiveve të mëdha të shariatit, që të bie dakord për një gjë dhe ta shkel nesër. Të bie dakord për një ligj dhe ta shkel nesër. Nëse ti nuk je aktiv, nuk ke zë për të marrë pjesë dhe për ta bërë ligjin ashtu siç e mendon ti, ky është problemi jot, sepse ti nuk je zgjuar nga gjumi për të qenë përfaqësues, për të pas zë. Kjo është temë tjetër dhe ne ti duhet të kesh zërin tënd. Po përderisa ke rënë dakord për këtë hapësirë që të menaxhohet një çështje, përderisa nuk të bën padrejtësi gjithmonë. Padrejtësia është gjë tjetër, si bindemi askujt nëse na shtyn të bëjmë një padrejtësi apo na bëhet padrejtësi. Është gjë tjetër. Por përderisa ligji është për të rregulluar një interes të përgjithshëm qytetar, për të menaxhuar një pasuri publike apo për të orientuar masat e popullit se si të shkojnë në rrugën e duhur, pa krijuar konflikte, e kemi detyrë të përgjigjemi. Dhe të bindemi patjetër se ne kemi rënë dakord për këtë. Vetëm kur ligji pastaj bën dëm ndaj interesit publik, siç është për shembull miratime që ne nuk jemi dakord as si popullsi, pra si shumicë zëri, apo nuk është dakord as tradita jon, as kultura jone me radhë, gjithmonë forma duhet të jenë po ligjore. Forma duhet të jenë gjithmonë ligjore, se nëse nuk janë ligjore, atëherë ne nuk jemi as fetar në një farë lloj forme. Po të kesh vure, për shembull, profeti jon Elsa kur e prishi paktin e Medinës, e prishi se e prishin hebrejt. Se profeti s'ta kishte prish kurrë atë pakt. Hebrejt e prishin paktin dhe profeti Elsa e prishi. Ajo që është më interesant është që thirrri i gjykonte hebrejt për çështjet e tyre, sipas shariatit të tyre, dhe për mua kjo është jashtëzakonisht shumë e veçantë në këtë pikpamjen e shariatit dhe ligjit që kemi ne. Brenda llojit tyre, përzjedhte profeti dietar të tyre që gjykonin çështjet e tyre. Brenda llojit. Hapësirën publike ishte ajo që ishte shariati, pra ato që kishin rënë dakord. Pra karta e Medinës që ato kishin rënë dakord për të ndarë hapësirën publike. Por njerëzit, për mendimin tim, masat e gjëra, edhe këtu nuk i vej faj masësh, më shumë se sa i vej elitës. Elita e popullit, ajo intelektuale, fetare, juridike e më radhë, këto janë ato që orientojnë popullit drejt asaj që duhet. Ose i injektojnë ke popullit një kulturë të caktuar, se populli me gjithë është masë. Janë grup njerëzish që shikojnë elitën se nga e ka marrë drejtimin dhe ato i përgjigjen asaj. Por në momentin kur elita është e hutuar, po përdor një term që brenda hutisë çfarë nuk ka, atëherë dhe populli futet në konfuzion. Dhe kur ka konfuzion, më mirë tërhiqet. Në përgjithësi, masat të popujve, kur janë përballë konfuzioneve, tërhiqen, bëjnë çfarë duan, nuk përfshihen. Por që u takon elitave, që her pas here shoqërinë tonë ta drejtojnë drejt një rrugë që është maslahatul amme, dobi e përgjithshme. Çka është dobi e përgjithshme? Do shohim kush është, pra si tha Ibn Qayyim el-Jauzi. Nëse keni mundësi një të mirë, ta zëvendësoni me një të mirë, më të mirë, një punë më të mirë, e keni farz. Apo jo. Nëse një të mirë me një, kokë në kokë, shihni kush është më e dobishme. Nëse jeni të obliguar një të mirë me një të keqe, zgjidhni thotë mirën. Po di e thotë se mes dy të këqijeve, me zgjedh keqen më të vogël është e mirë. Edhe sjell hadithin e profetit Azam kur thotë, kur zgjidhte thotë profeti,
mes dy të mirë merret më të madhe, mes dy të këqija më të vogël. Po të marrësh të keqe më të vogël herë, pra, shikoj nderuar, të mirën, një gjë të dobishme, një më shumë dobishme, mund ta kuptojnë gjithë. Por të keqe me një të keqe më të vogël vetëm ekspertë e fushës e marrin vesh. Njerëzit nuk e kuptojnë dot. Duhet pse se kuptojnë dot, se nuk e dinë fundin e gjës. Pra që të kuptosh kush është një e keqe më e vogël, duhet dish fundin. Pa duhet kesh analizë intelektuale, akademike që të kuptosh ku është fundi. Të kesh aftësitë para shikosh fundin që të dish që është e keqja më e vogël. Dhe në shumë situata mund zgjedhen të keqja më të vogël. Po kjo nuk do të thotë që është keq. Po që je ekspert i fushës. Nëse si je ekspert i fushës, të duket keq. Ti po merr të keqen në fund ditës thu. Po Ibn Qayyim el-Jauzi thotë jo, të zgjedhësh keqen më të vogël mes dy të këqijave, është zgjedhja e duhur si na frymëzon dhe feja vet, dhe vet profeti këtë bonte. Por duhet kesh një vizion dhe një pikpamje që di zgjedhësh keqen më të vogël. Dhe në asnjë mënyrë elita, qoftë fetare sidomos, apo intelektuale, fetare, apo jo, nuk duhet fryjë kurrë erën, ose klimën, ose mendimin, që pa shtet jemi më mirë, pa ligj jemi më mirë, pa organizim jemi më mirë. Kjo zatëm në falë që të ndërpres, zatëm kjo është një defekt, për shembull, sikurse na dëshirojmë të jetojmë pa rend, pa ligj, pa rregull, sikurse kjo pjesë neve na bie, na konvenon, nuk e di, për shembull, nuk e foli për tutë ne, dhe një pjesë e madhe, për shembull, që njerëzit kanë dëshirë të jetojnë pa ligj. Shiko, pa pasur dëshirë të bëj asnjë lloj gjykimi apo një lloj kritike, por normalisht ndërtimi institucion, mungesa e kulturës për të ndërtuar institucione, sjell këtë që quhet kaos i pikpamjes individuale. Pra, kur njeriu është mësuar gjithmonë të qasë gjërave individualisht nderuara, ka shumë të vështirë të qaset institucionalisht. Për shembull, duke qenë se me ardhjen e këtij moderniteti që kemi ne, moderniteti ka një gjë. I shem të vërtetet e mëdha dhe krijon çdo njeri të vërtetën e vet. Pra, në modernitet nuk ka një të vërtetë absolute, ose më saktë, modernia ka ndërhyrë ke njerëzit që ato mos kenë një të vërtetë absolute, por gjithë secili të ketë vërtetën e vet. Me fjalë më thjeshta, çdo njeri të ketë fetvan e vet, po ta sjell nga pikpamja teologjike. Në modernitet është shumë e vështirë që të ketë një institucion fetvaje gjithëpërfshirës. Sepse çdo njeriu i mbush mendjen që ti e ke të vërtetën tënde, sepse ke drejtën tënde, sepse ke lirinë tënde. Dhe si atillë, njeriu individual e ka shumë të vështirë që të ndërtojë institucion. Pra të shikoj pak më gjerë, të bëhet institucional. Vetëm kur kupton fundin e veprimit individual, atëherë tërhiqet dhe thotë shiko, më të vërtet vetëm shkoj diku shpejt, po me grup shkoj larg, se diku shkohet shpejt vetëm. Kemi parë, për shembull, figura shumë shpejt rritesh vetëm, po ta kesh vënë re. Institucionalisht shko shumë larg. Pra nuk shkon thjesht shpejt, po iken shumë larg kur jemi institucion. Dhe ndërtimi i institucioneve ka nevojë për një kulturë tjetër. Administrative, ligjore, organizative, publike, kushtetuese, shtetërore. Pra ka nevojë për disa struktura që të vendosin disa korniza që ti në një farë lloj forme për një të mirë më të gjerë, herë detyrohesh që të mirën tënde personale ta zbehesh, ta marrësh në kontroll. Dhe duke mos e pasur këtë kulturë, ne mendojmë që vetëm arrim më shpejt atje ku kemi në qëllim. Mundet, por nuk shkojmë dot larg. Ky është problemi kryesor. Pra, thash, nuk mendoj që është me dashakeqësi, është thjesht faza në të cilën po kalojmë. Dhe unë jam i bindur që nëse kjo fazë që po kalojmë nuk kalon nga individi tek institucioni, nuk e kemi të gjatë punën, aktivizimin intelektual edhe fetar po deshe. Nëse nga individi nuk përkthehet në institucion, çfarë rëndësi ka? Universitet, akademi, shtëpi botuese, qendër, ku e diun, institucion. Puna individuale është totalisht tranzitore. Është fazë tranzitore. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa po ka shkel Medina, po sa po ka shkel. 3 pikat institucionit direkt i vendosi xhamin, tregun
dhe paktin ose më sakt mes vllazërilëkun që po e quajmë ne kështu, kooperimin, bashkëveprimin me një çështje publike mes ansarëve dhe muhaxhirëve. Direkt krijon institucion. Sepse është e padiskutueshme nëse don një shoqëri të ndërtohet vetëm pikpamje institucionale. E vërtet në Mekë po ta kesh vure ishte individuale qasja, por Medinë nuk është kështu. Dhe institucionet vlen nëse duam ne realisht të ndërtojmë një punë që lëgjur. Nëse vazhdojmë në këtë kulturë individuale, që nuk është e lehtë ta shemim, nëse është çështje kulture, është çështje pikpamje. Mendoj që nuk do zgjas shumë puna. Pra do ta vesh re që do të zbehet shpejt. Humbet shpejt se nuk le dot gjurmë individi. Individi sa të tjetë është individ. Nuk krijon dot struktura, nuk krijon dot taban, nuk krijon dot vend, pra që i themi ne ashtu siç të krijuam, pse të parë për shembull, pse ishin shumë fanatik ndaj mëdhëpeve, mendoj unë. Sepse ishin institucion mendimi. Prandaj ato ishin shumë të kujdesshëm. Pra mbajtja e një mëdhëpi të caktuar nuk ishte çështje vetëm thjesht fanatizmi që ka termë. Është traditë e trashëguar e mendimit të strukturuar. Shemja me mëdhëpeve çka krijon? Krijon çdo njeri mëdhëp në vetë, të sigurt këtë. Pra, krijon atë që unë e quaj çdo njeri të vërtetën e vet. Nëse kur nuk ka një universitet i nderuar, çdo njeri është universitet. Kur s'ka shkollë, çdo njeri me shkollë është. Është shkollë në vete. Se kur është universiteti, është çështje tjetër. Tjetri shkon në kabinet pedagogjik e me radhë. Pra goditja, për mendimin tim, të mëdhëpeve i shërbeu një farë lloj forme edhe kësaj kakofonie të pikpamjeve fetare që ne kemi ra. Se krijoi çdo njeri mëdhëp vete, mendim vete, mi vaj diçka prodhon kjo. Kjo prodhon që njerëzit nuk duan të dëgjojnë fare më. O zotëri ti kështu, ai kështu, ky kështu, ky këtej. Edhe në një farë lloj forme njerëzit lodhen. Edhe çojnë shmangën fare. Në momentin kur shmanget e bën si din ai pastaj. Ose si ti konvendoj më mirë. Është tjetër po të kemi për shembull një strukturë mendimi që kanë pas mëdhëpët. S'ka rëndësi cili mëdhëp. Të gjitha mëdhëpët bashkë, çfarë rëndësi ka? Po kemi një strukturë mendimi. Kemi një union dietarësh. Kemi një strukturë ku prodhohet një fetva. Dhe ka një çështje zyrtare ku njerëzit e kanë referencë. Dhe masa e gjerë i përgjigjet asaj, diskutimet le të bëhen në sfera akademike. Nuk ka nevojë diskutimet në popull për çështje të cilat janë dytësore, që është normale me smërën dakord, po ne fusim njerëzit në konfuzion, siç që kemi futur njerëzit në një konfuzion shumë të fortë. Dhe kjo pastaj fillon prodhon individualizmin dhe larg institucioneve dhe frymën në një farë forme kundërsht. Po them që shteti ka një lloj zbehje, po them kundër për një lloj zbehje. Se nuk ka njëri që do të rri pa shtet, mendoj unë, se mi qenë pa shtet është humbje e madhe në këtë realitet ku jemi. Por krijon një zbehje të rëndësisë që ka vetë shteti. Vërtet, hoqë, të kthehena prap tek individi ose tek muslimani, realisht hoqë si du ta shon veten një musliman, si një besimtar, apo si një qytetar aktiv. Kjo ndarja hoqë për shembull që një musliman duhet të jetë besimtar vetëm në xhami, ose jo pjesë si një qytetar aktiv në jetën sferës ku ai jeton. Shikone, nisem të pak, po unë do ta sjell kështu tani, si e shikoj unë. Kurani më duket ose më saktë feja në tërësi, po ta shikosh nuk e ka qëllim veten e vet. Se thosh Kurani nuk ka zbrit për Kuranin. Dhe feja nuk ka për vete, ka për njerëzit. Dhe për të gjitha kategoritë e njerëzve. Po ta kesh vënë re, profeti jon sallallahu alaihi wasallam, kur para se të vinte shpalla e qëndron shpellën hir apo jo. Tek të gjithë librat e sirës e kam kërkuar me vëmendje, pasi ka shpalla kur më nuk ka shkel atje. Nuk ka asnjë transmetim të shkel atje. Fare. Tipologjia e ndërtimit të xhamiave në kulturën islame nga koha e profetit deri sot janë mes qytetit. Nuk janë periferi ose për shembull nëpër male, ose për shembull nëpër vende të humbura. Janë në qendër. Tipologjia e objektit kultit. Pra, nëse xhamia bëhet në qendër, kjo tregon që është mes, në dinamik,
është në qendër të vëmendjes, por është dhe në qendër të kaosit, në qendër të qytetërimit, në qendër të lëvizjes. E treta gjë. Me të drejtë sahabët nga trashëgimia e kulturave të tjera fetare, kur e pa një person që po shkonte me zell në punë, çfarë i thanë? Me të drejtë. Sikur të ishte thënë ky në rrugë Zotit. Rivajet e Shkubariu është sakt. Ato pse e thanë këtë ato? Shumë Ibn Haxher e shpjegon sepse thotë, ishin mësuar nga kulturat e tjera, sidomos kishtare, që një njeri i fejes nuk ka punë këtu. Ai mbyllet, domethënë izolohet, ai ka punë me Zotin, pra edhe me Zotin, edhe me fejen, edhe me dynjan, por nuk sikur nuk e ka këtë sens fet përpara, nuk e kishin këtë kuptim. Dhe shifit gjitha me radhë. I ke o në male, o në vendet izoluara, o pra vendet ku prodhohen klerikët, po them unë. Sepse koncepti ishte që një njeri që është fetar, është vetëm i Zotit. Pra i është dorëzuar Zotit totalisht, s'ka punë me botën ai. Ç'pun ka me njerëzit ai, ç'pun ka për shkak me tregtinë ai, me shtetin ai, me qytetarinë ai, me zhvillimet, ç'pun ka ai. Profeti alayhis salam direkt e korrigjoi këtë trashëgimi të mendimeve të feve tjera që kisha ardhur në botën arabe dhe tha, nëse ky tha po shkon me këtë zell për fëmijët e vet, në rrugë Zotit thashtë. Nëse shkon nëse ka pleqën e shtëpi, pra nënë e babë për të mbajtur në rrugë Zotit është. Dhe nëse shkon tha për të ruajtur dinjitetin e vet në rrugë Zotit është. A nëse shkon tha për menjëmasi apo për të kredon e vet, atëherë tha në rrugë shejtanit. Direkt korrigjimi. Sepse perceptimi i cili edhe ne bijem herë, është një njeri që është i Zotit, s'ka punë me tjerë mo. Ç'punë ka me njerëz të tjerë? E dyta, çfarë ju desh profeti që për krah xhamisë prodhonte treg? Të ndërtohte një treg. Ç'punë kemi? Pse u do të prodhonte treg? Prodhonte xhami tjetër. Bënte 10-15 xhamia një herë sepse njerëzit kishin nevojë. Ndërtonte xhamia më shumë. Apo një xhami tek? Numri i sahabëve ishin afërsisht 120.000. Në total. Si mund është një xhami? Pse më shku direkt e tregu? Ka kohë. Përkundrazi. U desh tregu sepse efikasiteti të dyjeve kështu do matej. Xhamia edukonte, tregu testonte. Ato që ishim edukuar, se kështu i binte ajo. Pra çfarë edukohej këtu, testonte tregu. Pastaj në Kur'an, kudo ku është fjala alladhina amanu, direkt e ke amilu salihat. Nuk e ke në asnjë ajet besuan dhe pikë. Nuk ka, unë nuk di unë. Dhe e kam lexuar me vëmendje këtë dhe e them me bindje plot që s'ka. Në çdo ajet kuranor thotë ila alladhina amanu wa amilu salihat. Alladhina amanu wa amilu salihat. Nuk ka, punuan, vepruan punë të mira. Punuan, po vepra, pra ato që besuan dhe bën vepra të mira. Besimi dhe vepra këtu nuk është thjesht se po ti ishte për shembull dhe adhuruan, kushtëzohet. Vepra të mira, gjithë përfshirëse. Tani do të marr një gjë që mund po shumë përshtypje si Vladimir. Po të lexosh ajetet e Ramazanit për shembull. Zoti thot: "Idha kuntum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra." Nëse jeni thot sëmur ose në udhëtim, ktheni më vonë ditët e agjërimit. Në rregull. Sëmur është shumë logjikshme dhe e mirë kuptueshme dhe e kuptueshme. Që kur je sëmur ti je i pamundur të agjërosh. Në udhëtim pse? Dhe më duket jashtëzakonisht shumë madhështore mënyra se si Zoti na merr në konsiderat zhvillimin e kësaj bote në cilin e ecim. Për shembull, mendoj që forma më e mirë për ta fituar botën tjetër është kjo dynjë. Me tërësinë e vet. Dikur në pikpamjet e feve të tjera ose kulturave të tjera nuk ka qenë kështu. Nuk është perceptuar asnjëherë kështu. Me ardhen e Islamit, nga parimet e veta që kishe universalizimin e gjës, pra, kudo ku është jetë ka Islam, kudo ku është e drejta është feja, kudo ku është e mira është feja, kudo ku është e bukur është feja, shikohet se çfarë përfshirje i bën profeti. Kush është qenë fëmijët e vet, thot, me djersën e ballit vet, çdo kafshat është sadaka. Apo jo? Ku ti tregon një njeriu rrugën që e ka humbur, pra vetë është sadaka. Apo e ndihmon të hypen kafshën e vet, është sadaka. Kush i ja kthen një njeriu një përgjigje më të mirë se çka ka përshëndet ai, është sadaka. Dhe në fund ditës thot kush heqi pengesë nga rruga është sadaka, kush e shef tjetrën vetëm bosjeshe, pra normalitet njerëzor, qytetarie, është sadaka. Dhe tërësia e këtyre gjërave, si mund t'i shmangim ne nga feja? Po pse nuk e kemi në hadithin e qartë që kush e leçon njeriu një hall në këtë dynjë, Zoti ja leçon botën tjetër.
A përmend gjë që halli aty? Hall, çe dynjaje, çën si ka. Pra me drejt Gazaliu tha, po t'u leconi njerëzve dynjan, ju leconi ahiretin, thot Gazaliu. Sepse dynjaja nga njëherë njeriu në shtin ka ajo që tha profeti, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr. Më ruaj nga fukarallëku dhe kufri, sepse pamundësia e dërgon njeriu deri në veprime, gjëra të cilat pra i vështirësohet dynjaja, fillon dhe vështirëson dhe veten e vet. Prandaj është shumë e rëndësishme të dim duan e profetit. Profeti asnjëherë nuk e lut o Zoti më bëj të varfër, unë s'di në lutje. O Zoti më thot, më ruaj nga dembelizmi, partacia dhe nga borxhet, apo jo? O Zoti je i pasur dhe çoje pasurinë e mirë ke njeriu i mirë. Pra dërgoje pasurinë e mirë, Zot thot ke njeriu i mirë. Dhe nuk ka asnjë rivajet nuk gjej unë që profetit ketë lut për varfëri apo ta ketë pëlqyer gjendjen e varfër. Por ndryshe në Mekë nuk do të kisha thënë Allahumma izza l-islam bi ahad omerain. O Zoti më thot ma forcoj Islam me një nga dy omera. Dhe termin e ka shumë saktë, forco. Sepse i mirë dhe i mençur ishte vetë, pa s'kishte fuqi. Mund ta sjellim si koncept, por për mendimin tim e mira që s'ka fuqi në një kohë kur i keqi vetëm se ka fuqi ta bllokon rrugën. S'është ka gjë tjetër, ka vetëm komponentet e forcës. Asnjë gjë tjetër. E mira në mungesë të komponenteve të forcës është e mirë në vetvete, por nuk ka efekt. Nuk jep efektet që i takon. Pra është e mirë kaq, por nuk jep dot efekt. Se e mira e ka për nga natyra e nderuar, mbijeton vetvetiu. Por nuk bëhet aktive vetëm kur përputhet me komponentet e forcës. E keqja nuk mbijeton vetvetiu, duhet ta mbrosh. Dhe prandaj ka domosdoshmëri komponentet e forcës. Të mirët nga njëherë, si thush, qëndrojnë në derën e moralizimit të mirës dhe thjesht mallkimit të keqes. Duhet forcohet e mira që të dobësohet e keqja. Fe edhe gja el hak, kur të vijë thot Zoti e vërteta, dobësohet e dobta, po ajo vjen bashkë me komponentet e vet, se nuk mund të vijë e vërteta thjesht kaq. Vjen bashkë me njerëzit, vjen bashkë me ekonominë, vjen bashkë me mendjen, bashkë me forcën, bashkë me aktivizimin, bashkë me organizimin, bashkë me institucionet dhe ajo bëhet e mira që merr jetë. Por ndryshe do të jemi një grup njerëzish që thjesht moralizojnë mirë dhe mallkojnë keqen, kaq, gjithë ditën. Pra nuk është se fund. Po kaq ne vetëm thjesht moralizojmë, je i mirë, po shumë mirë, në rregull kaq. Këtë shumë keq. Fokusi duhet të jetë ke forcimi, ke komponentet që e forcojnë mirë. Çfarë forcojnë mirë? Dia. Çfarë forcojnë mirë? Ekonomia, organizimi, struktura. Aktivizimi i përbashkët, krijimi një opinioni publik, krijimi njerëzve të aftë. Çfarë do pson të keqen? Mungesa këtyre komponenteve. A si mos ketë institucion, si mos ketë ekonomi, si mos ketë njerëz, nuk mbijeton vetvetiu e keqja, nuk ka shanse, nuk mundet. Dhe prandaj mendoj që në raport me dynjan edhe besimin, në momentin kur ndahet, unë po ta them është sekularizëm total. Pra sekularizmi ka punuar fort që ta ndaj jetën nga feja. Pa e kuptuar, pa e nuhatur, pa qenë të vetëdijshëm, këtë lloj mentaliteti e kemi përvetësuar dhe kemi fetarizuar pastaj ne. Kemi gjetur tek tuk, si sta i bën Kaimel Xhauzi, kur thotë atje kush është njeriu më i mirë i Zotit, disa thonë që janë më të varfërit. Mund ta kenë argument thotë po kanë vetëm një, si kanë pa të gjithë. Disa kanë thënë ato që e kanë marrë fen më ashpërsi, pra, si thush, marrin abdes më i ftoftë, pa e them kështu. Ndimër. Thotë mund ta gjejnë diku, por nuk janë korrekt. Dikush thotë që kur është për tjerët, ma fetar është ai që është për tjerët. E kanë gjetur një argument, por kanë harruar që duhet më qenë edhe për vete, thotë. Ke parasysh, pra, në fund fare vjen fetari më i mirë është ai thotë që bën gjën e duhur, me rregullat që ka pru Zoti, me norma që ka sjell Zoti në momentin e duhur, në kohën e duhur. Kaq. Pra, një farë lloj forme edhe ta mbyllim me këtë që unë kam gjetur atje ke hadithet e profetit, keni ke Suneni Abu Daudi dhe më ka bërë shumë përshtypje. Dhe më të vërtet kam dëshirë ta sjell. Në namazin e Yacis, në rivajet me sa di unë, është Abbas radhiyallahu anhu që po falte namazin e Yacis. Dhe ai e zgjat namazin e Yacis.
Muadh ibn Xhabeli, kërkoj ndjes. Rivajeti është nga Muadh ibn Xhabeli. Dhe është hadith e fetanun ante ya Muadh. Për këtë arsye ka thënë. Zjatën një nga sahabët jep selam dhe e fal vetëm. Kështu thotë Ibn Hajar Asqalani në komentin e këtij hadithit. Dhe ai mos i mbaron namazin, thot Muadh ibn Xhabeli, kthehet dhe thot çka ka ndodhur me shokët e profetit, të cilit i ka marrë dynjaja aq sa të lojë namazin. Personi që ishte larguar thotë dëgjon të si shprehje dhe kthehet dhe ankohet ke profeti Zotit, i thotë dërguar i Zotit, unë kisha radhën e ujit për hurmat. Dhe normalisht thotë, pra që thotë Ibn Hajeri, thotë kush e njeh këtë gjë, radha e ujit nuk vjen për ditë. Në atë kohë. Vinte një herë në se di sa kohë. Dhe një herë vinte atij personi, ai vetëm atë natë kishte radhën. Pastaj kalonte ke tjetri se nuk kishte ujë për gjithë 24 orë, pra. Dhe thot ai ishte i detyruar ta lëndë sepse hurmat normalisht vaditen me ujë natën sepse nuk digjen, pra është proces bujqësie thotë Ibn Hajeri. Dhe ishte i detyruar ta bënte këtë. Me po zgjatja e namazit po i vononte të shkonte tek produktet e veta, pra ke bujqësia. Dhe ankohet ke profeti, dhe profeti hypën në mimber, kështu është rivajeti. Dhe thot e fetanun ante ya Muadh. Pra Muadh pse bëhesh fitnexhi? Yasir wala tu'asir. O Muadh, lehtëso Muadh, mos vështirëso. Bashir wala tunafir. Përgëzo Muadh, mos kërcëno. Falë namazin me sura shkurtë se njerëzit kanë obligime. Pse u dash profeti ta bonte këtë ndërhyrje kaq të rëndësishme? Ai kishte gabim madh. Mendoj jo, sa i perceptonte që ku ka gjë më të rëndësishme se kjo, dhe më vërtet nuk ka. Por sipas kohës rrethanave, ka gjëra më të rëndësishme që Zoti na e ka lejuar neve dhe na ka dhënë hapësirë. Apo jo, na ka dhënë hapësirë Zoti neve, jacia ka kohën e vet. Po e kapë mirë, po ku ka gjë më të rëndësishme që është buka fëmijëve? Mbajtja e gjallë e jetës së me radhë është më e rëndësishme kjo në këtë moment. Je përparësi kësaj dhe kthehesh falësh prap. Pra, nga një herë kështu, ky është raporti që sillemi në raport me dynjan edhe fen. Japim përparësi, siç thotë Imam Madh ibn Qayyim, kur përplasen dy farze, jepet përparësi atij që ka hyrë më parë në kohë, përderisa nuk na kufizon në kohë tjetrin. Ai në universitet kur isha, kur thirrë ezanin ishim mësim, dhe do dilni një pjesë falë namazin siç e thirrë ezanin. Profesori thonte që mësimi ka hyrë më para. Dilet nga klasave në moment ku mësimi zgjat më shumë se sa koha e namazit. Edhe na sjellte konceptin më Qayyim el-Jauzi. Që të kthejna për shembull tek përmirësimi i këtyre institucioneve, për shembull sa mund të jetë ndikues ose sa mund ndikoj një musliman i mirë, të kisha thonë, që të përmirësoj edhe aspektet institucionale që janë në dobi të kësaj që e përmendëm edhe në fillim. Unë këtu kam shembullin e Jusufit alayhis salam dhe kam thënë ky është modeli më i artë i mundshëm që mund të marrim. Me dokumentuar në Kur'an dhe nga një njeri shumë fisnik i Zotit që është profet. Wajalni ala al-khaza'in al-ardi inni hafidhun alim. Faraonit, sipas të gjithë tefsirëve, nuk ishte fetar, i kërkoi një post të rëndësishëm, ose në menaxhimit të ardhurave ose të ekonomisë. Tani, në një pikpamje të atill të asaj kohe një shteti ku kishte një pikpamje jo thelbësisht fetare, si është e mundur që një profet të marrë pjesë në administrimin e një shteti ku ai nuk ishte totalisht vendimtar? Për çfarë arsye u fut ai atje? U fut për një çështje shumë një kredo shumë më të madhe që ishte interesi i përgjithshëm i njerëzve, thatësira dhe mospasja buk për popullatën. Po ai përmendja dy kritere dhe po nuk qenë këto dy është shumë e vështirë. I besueshëm dhe i ditur i nderuar. Mund të kemi shumë herë njerëz të besueshëm por nuk janë ditur. Dhe pa e kuptuar gabojnë në mënyrën se si administrojnë asetet publike ose marrin nisma për të udhëhequr asetet publike. Ai nuk është se është djalë i mirë, pa ai nuk di se s'ka përvojë institucionale, politike, si funksionon, si janë rendet, çfarë janë ligjet, si janë strukturat, si mbahet e mira, si ndërtohet një model i duhur. Pra nuk ka nevojë për dije. Siç ashtu kemi njerëz shumë dishur por janë besueshëm. Pa nuk është se s'din, pa ai ka një problem tjetër që është esencial. Nuk është i besueshëm. Ai janë ekspert për shtet, janë ekspert për institucione, janë ekspert për ekonomi, për probleme s'është i besueshëm. Dhe mes të dyre çështje kërkohet ky lloj fetari. Nëse gjehet një fetar që mbar këto dy komponente, unë mendoj që e kemi farz angazhimin në çështje publike. Farz angazhimin në çështje publike sepse çështjet publike janë vakëf. Janë parat e njerëzve
djersa e njerëzve punëtor të ndershëm që punojnë në këtë vend për të mbajtur familjet e tyre që meritojnë, mendoj unë, një rrugë më të mirë, një shkollë më të mirë, një spital më të mirë, një administratë më të mirë, më të kulturuar, më të sjellshme, më të drejtë, më të ndershme e me radhë. Atëherë, nëse dhe ne heqim dorë, pra dhe ne jemi për atyre që nuk marrin pjesë, dhe njerëz të mirë, po thamu, jo thjesht ne, se tu ka i gjë i nderuar që duhet ndalojmë. Fakti që feja është e mirë, është e drejtë, nuk do më thonë që gjithmonë ne jemi të mirë dhe të drejtë, se nuk e ndajmë në këtë shpeshherë. Ne duhet të përpiqemi vazhdimisht të jemi të drejtë. Po fakti që feja flet vërtetën, thotë të drejtën, jo gjithmonë ne flasim të drejtën, themi të vërtetën. Dhe njerëzit kur flasin për fejën, nganjëherë ngatrojnë këtë aspekt. Pra, unë mund të jem kundër mendimeve tuaja ose ti kundër të mijave, por nuk do të thonë që automatikisht je kundër fesë. Unë nuk e shikoj kështu. Më duket ndryshe pikpamja e angazhimit, po them unë çështjet publike me radhë. Dakor, por nuk do të thonë që u po kundërshtoj fenë automatikisht. Dhe ne jo rrallë herë bëjmë këtë gabim. Fetarët janë njerëz të gabueshëm, diku ja qëllojnë, diku gabojnë, diku përmirësohen, diku duan më shumë kohë. Feja është absolute nga Zoti, e drejtë e pagabueshme. Ne fetarët dhe mund gabojmë. Dhe nuk duhet ta atribojmë veten herë sikur ne po flasim gjithmonë në emër të fesë. Unë jam qytetar i këtij vendi. Po flas në emër të një angazhimi qytetar. E dyta gjë. Dhe duhet ta them këtë, se mendoj që është një gjë që mund të hapi farë lloj debate, mund diskutohet. Në momentin kur fenë e pusim si grup interesi i nderuar, nuk më duket fetare. Pra, çka kam për qëllim? Momentin kur dikush delen përfaqëson muslimanët, më nuk më duket korrekt. Se Islami ka për qëllim të drejtën. Nuk ka për qëllim vetë fen. Ka për qëllim të dil përfaqëson të drejtën, të ndershmen. Se kur përfaqëson fen, ti përfaqëson një grup të caktuar që jemi ne. Po Shqipëria, vendi ku jemi ne, nuk jemi vetëm ne. Jemi ne, janë ato, janë disa që si njohim, ca që i njohim, janë shumë. Ajo që duhet përfaqësojë një fetar në aksesin publik për mua është e drejta, e ndershmja, e duhura, e sakta, ajo që zhvillon, ajo që përparon. Sepse aty ku është e drejta është feja. Në momentin kur ti del si, po themu ekskluzivisht si fetar, ti po përfaqëson një grup interesi të caktuar. Dhe unë them të ju fetarët, po jo më zotrin, po përqafoj i gjë që është e drejtë, qytetar, atje jam unë, ku është e drejta. Dhe profeti jon ka qenë delikat në këtë periudhë të Mekës, kur u bashkua me Mekasit për çështje drejtë. Çfarë tha? Edhe kur qenë në Medinë kështu tha, po të më ftonin do shkoj prapë. S'është çështje e përbashkët. Ne po flasim për një të drejtë të përbashkët. Në momentin kur unë e nxjerr fen si grup interesi, unë mendoj që nuk është aq fetare. Sepse feja nuk është grup interesi. Pra nuk është një grup i caktuar atje. Islami ka objektiv të drejtën. Ku është e drejta është feja. Ku është e duhur është feja. Ku është e bukur është feja. Ku është e saktë është feja. Pra nëse një institucion nuk ka vjedhje, fetar është. Që do të jetë një fetar aty. Pse i bën Temia e thakë të lavdikuar edhe për mosh me vend? Tha Zoti jep sukses një shteti të drejtë, edhe pse s'është musliman, dhe falimenton tha një shtet musliman që s'është i drejtë. Pse tha këtë? Pikërisht për këtë gjë. Eksaktësisht për këtë tha. Se drejtësinë tha e ke për mua, tha fenë e ke për vetë, tha i bën Temi. Ti po, patjetër, unë mendoj që drejtësinë më mirë na ka tregu Kurani. Patjetër, por në drejtësinë kemi objektiv pranë vetvete. Hajde ta bëjmë drejtësinë siç e fton feja, se mendoj që është më e mira. Po hajde ta shtrojmë pra si duhet. Hajde pra të hapim podiume si duhet. Të hapim universitete juridiku si duhet. Prodhojmë mendime si duhet që e drejta të bëhet alternativë. Që të bëhet alternativë kjo, të jetë forma më e mirë të bërurit biznes nëpërmjet Islamit. Pse është më e mira? Sepse ka më sukses. Kur profeti ndërtoi tregun e vet, e ndërtoi karshi hebrejve apo jo? Hebrejt nuk i falimentoi profeti. Nuk e kisha objektiv të i falimentonte. A i kisha objektiv të zhvillonte veten, po duke zhvilluar veten. Po falimentuan automatikisht se ato bën hile në tregti ku s'bonte. Kaq ishte diferenca.
Pra nuk është sa i vendosi i treg me i tabel halal, tregu halal, tregu haram këtej. Unë nuk e di, nuk kam lexuar në rivajet që të ketë për shkak të ketë shkruajtur profeti. Këtu është tregu halal, dhe kur s'blen këtu është kafir. S'ka ai dhën tillë. Ishte treg i ndërtuar me ndershmëri, besueshmëri, saktësi. Automatikisht u bë tregu më i fuqishëm që ekzistonte në atë vend. Dhe falimentuan hebrejt. Pra këtë kam qëllim aksesin publik dhe Gazaliu i vjetër ka i thënë një interesante kur thotë dikush i tha, imam tha kemi bërë një njeri musliman. I beduini tha. Musliman tha i bën Zoti dhe kush i bën qytetar? Musliman e bën Zoti njerëzve, nuk i bëjmë dot ne. Qytetar është mundi jon. Pa çfarë do të thotë? Njeri që kupton mendimin ndryshe, idetë ndryshe, ka aftësi të përballojë kultura ndryshe, të ndërtojë nëpërmjet atyre dhe të formojë një civilizim. Për shembull, se kur më thonë mua për këto që dalin nga herë kundër Islamit, ta kupton? E ne marrim shumë personale, shumë emocionale. Po me më bursi është e mundur për shembull, ti ke mendimin e Iblisit, faraonit i ke në Kur'an. Ai kemi aty, nëse i kemi aty mendimet atyre. Ka thënë Iblisi kështu thot Zoti, apo jo? Ka thënë faraoni kështu. Po ne pse habitemi pse dikush tjetër thotë gjë tjetër. Madje ne me këto kemi ibadet, pa, e lexojmë ne këtë, a marrim sevapën kur i lexojmë? Ne marrim sevapën kur i lexojmë. Ne për shembull në namaz, në teravih lexojmë çka ka thënë faraoni. Çfarë tha ai xhaxhaja apo babai Ibrahimit? Çfarë tha Nemrudi? Ato të cilët ishin pak a shumë simbolizonin pikpamjet laike, jo fetare, kundër Zotit e me radhë. Ne kemi në Kur'an më nderuar. Po pse duhet të jem kaq i habitur kur i thotë dikush tjetër jashtë Kur'anit? Por vetëm në gjë mendoj që në Kur'an për na treguar kulturë shumë të gjerë, se s'është bota shumë e madhe. Dhe Islami ka ardhur për fshi gjithë njerëzimin, pra. Ka ardhur shumë më gjerë Islami, nuk është kaq i ngushtë. Sa që mendojmë ne, se po të ishte ashtu, Zoti sillte vetëm i det. Pro Zotit. Kaq. Jo tjera. Dhe nuk e sillte ajetin law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Nëse do të ishte në këtë gjësi një zot tjetër veç Allahut do shkatërrohej. Pse duhet ta binte këtë dialektik filozofike, logjike të mirëfillt? Pse duhet ta sjellte këtë dialektik? Sepse Allahu xhaleshanu madhështinë e vet, me krijimin e vet jashtëzakonshëm i ka hap derën njerëzve të jenë shumë më gjerë dhe të ndërtojnë një pikpamje qytetare. Pra, mendoj që ne si fetar duhet të kapim teza të drejta, të vërteta, të sakta. Jam i bindur që po të ketë teza të drejta, modele të sakta, alternativa të sakta, njerëzit do vinë pavarësisht kush janë ato, sepse është alternativë. Është zgjidhje, njeriu do të zgjidhje. Njeriu ka nevojë të zgjidhë diçka për jetën. A prodhoti një ilaç më të mirë? Erdha bujro. Nuk është kusht të ketë aty feja s'ka fe. Është ilaçi që të shëron edhe në rregull. Pra, bëhet sebeb që ty të çrojë më saktë. Nëse Zoti është autori origjinal i gjithë, s'ka bëhet sebeb. Tash ja ke vënë ti ka thënë profeti shëron që s'ka përveç vdekjes. As ja ke vënë, nuk ka punë shumë njeriu të smur. Se mund edhe mos ta shëroj. Keq përdorimi i farezes për shembull, unë them është keq përdorimi i farezes. I kanë vënë një aty shëron gjithçka veç vdekjes, edhe as analiza, as kontroll, as i bën mirë. Nëse nuk shëron. Po ajo po fatkeqësisht ti ke vënë hadithin për aty. Atëherë i bi që ti si je besimtar sa duhet. Jo se shëron kjo, se kështu i vëm njerëzve në test edhe në provë dhe i fusin vështirësi, për mendimin tim. Sqaroja burr mendjen ti, vazhdo më burr se bota jote është shumë e madhe. Zoti ta ka dhënë gjësinë për ty edhe. Hulumto dhe thello dhe kërko dhe atë. Pra, vazhdo zhvilloje shkencën dhe dijen që njerëzit gjejnë këtë alternativën. Nëse modeli i biznesit tënd është më i suksesshëm, unë ta garantoj për Zotin nuk shkon askush kërkund, përveç se këtij. Kaq. Nëse metodologjia e arsimit tënd është më e suksesshme, askush nuk kalon tjetër, veç se këtij do vinë. Fund do suksesin. Po ti ofro jo vetëm sukses. Ti ofro moral, kulturë, etik, sukses, qytetari, njerëzillëk. Apo jo. Edhe kur flasim, gjithmonë kur flas edhe për halallin. Halali është standard i nderuar. Është mënyrë rritje, është mënyrë therje, është mënyrë gatimi, është mënyrë servirje. Sepse ka shariat, apo jo? Ka besim, ka shariat, ka dhe etik. Çdo veprim fetar. Ka besimin, ka rregullin, ka dhe kulturën. Nuk kam unë një veprim fetar që si ka të treja bashkë. Ne marrim vetëm rregullin, ai ke therr po. Mënyra si servirja, kultura, etika, pastërtia, kërkun. Jo më e kena bo halal. Halal ka dhe kulturë. Halal ka dhe etik.
Halali ka dhe shije, ka dhe fines, ka dhe civilizim. Të regon shumë halali kene. Nuk të regon thjesht një produkt. Është derra për nuk është derra për shumë. Është mish i ndaluar për së është ndaluar. Nuk të regon vetëm këtë. Kjo është shkalla minimale. Ligji ka shkalla minimale. Kultura e zhvillon njeriu. Pse mënyra e servirjes çfarë është? Kultura me cilën ti e sjell çfarë është? Nuk është pjesa e halallit? Prandaj për shembull ne kur falemi kemi rëndësi edhe rrobën të pastër, edhe vendin ku falesh të pastër. Po pse? Po falemi për çfarë problemi? Se po bëj gjë, se do të kulturë kjo punë. Prandaj ka rregull, ka rresht, ka imam, ka muezin, ka vakt, ka kohë, ka sistem, ka bukuri, ka hieshi, ka rregull, sepse kjo tregon gjithë tërësinë e kulturës tonë fetare. Prandaj për shembull, ne duhet të ofrojmë një alternativë qytetare të drejtë, që e zhvillon njeriu dhe ngrit ambicien. Po të vish me mua, Zoti thot bëj tregti me mua, po imagjino më nderuar. Bëj tregti me mua se del më mirë. Deri këtu të vjen ai. Bëj thot me mua se del më mirë, fiton këtë botë dhe tjetër. Ti jap të dyja. Nga një herë ne e fusim në sfidë, bëj me mua tregti, po humbes kam çfarë të bëj. Nuk. Ti ja bësh të njeriu, se njeriu është i dobët. Nuk mund t'i afrosh këtë dhe ballafaqon tjetrin me besimin e vet 24 orë. Ja vën sprov besimin. Jo t'i ofroj alternativën e duhur. Dhe jam i bindur që po ofrojmë një alternativë të drejtë. Por Zoti njerëzit e drejtë do i kesh të gjithë afër. Edhe ai që s'është do vi sa e di që është më mirë kështu. E din ai që është më mirë. Njerëzit shkojnë me të keqen vetëm sa ruhen. Ka thot besoj që ja dalim. Po më bëm ja dal ke i miri. Po nuk diskutohet më që mas te ke. Nuk diskutohet. Sepse ja del thot me këtë. Sigurt. Patjetër, po thash i sigurt me këtë njeri, se ky është i besueshëm, është i ditur, është i mençur, ky ka zhvilluar programe, ky ka zhvilluar njerëz, ky ka ngret njerëz, se nuk vin nga me ty. Diskutohet ai punë. Hoqa, është moderniteti një krizë etike për tash për momentin për besimtarë? A mund të jetë kjo shkaku i mungesës institucionale kështu me radhë? Shiko, unë mendoj që moderniteti është një sfidë etike përveç se krizës. Është sfidë. Përballë një alternative të shëndosh fetare. Moderniteti është kthyer në një sfidë reale të pikpamjes se si fetarët po arrin ta kuptojnë veten e vet në këtë kohë moderne që po ecë. Moderniteti ka shpejtësinë e gjërave. Pra, ka serin, ka shpejtësinë, ka konsumin. Çdo gjë është konsum për shembull. Ke vure për shembull ti, po e marr unë do gjithmonë të flas pikpamje fetare. Ke vure ti për shembull çfarë konsumi i madh bëhet me hadithet, me ajetet, nuk ndalot dot ka asnjëri. Pra, aq shumë ajete lexon sa s'ndalot dot ka asnjëri. Aq shumë hadithe dalin përpara sa ti s'mediton dot për asnjërin. Dhe njerëzit vetëm krahasojnë, po them, thënjet e xhallarëve, dietarëve, nuk është se ndalojnë. Sepse është konsum i madh. Moderniteti ka një sfidë konceptuale, ka një sfidë etike, ka një sfidë reale. Konceptuale ka me termat. Për shembull, ka bërë goditje të jashtëzakonshme me termat e lirisë, morali, e drejta, e duhura, e sakta. Ka vu standardizimin e gjërave. Ai ta ka përcaktuar se ku jeti. Dhe pa dashje, ti dhe unë bashkë kemi pranuar aty ku na ka vendosur ai. Sekularizmin. Ai ka ul në vetëm brenda xhamisë dhe ne kemi pranuar aty rrim. Sepse ai aty don të shikojë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe ne kemi pranuar dhe vazhdojmë rrim. Ai ka krijuar një standard fjalësh. Për shembull po lirin. Ai gjithmonë e ka për qëllim, edhe një fetar kur është, nën kupton gjithmonë të bëj çka ka qef. Asnjëherë nuk kupton të bëjnë atë që duhet, vetëm atë që do. Rrallë herë kupton që i lirë është vetëm ai njeri që ka kapacitetin intelektual, mendor, kulturor të zgjedh gjën e duhur që i përshtatet atij. Vetëm ky është i lirë. Pra, nëse unë hedh një sport me mollë dhe them merr çfarë duash, një nga këto është me helm, po nuk e di cila është, ti s'merr asnjë. Apo jo. Nëse të them vetëm kjo është me helm, tjerat merr çfarë duash, atëherë ti je i lirë se përcaktova kufirin. Nuk mund të jesh kurrë i lirë pa njohur kufit. Nuk ka njeri të lirë pa kufi. Pa njohur dimensionin e vet ku është. Çfarë i bën dobi dhe çfarë nuk i bën dobi. Dhe fetarët nuk e kanë kuptuar fatkeqësisht. Bien prej e kësaj. Ka ndërhyrë me termat të drejtës për shembull. Duke prodhuar thash unë çdo njeri drejtën e vet dhe ka krijuar një kaos mendimi, ku çdo njeri ka krijuar si të them atë egon e zgjatur të vet.
ka fetvane vet, ka hoxhën e vet, ka mendimin e vet. Ke parasysh pra krijon një relativizim edhe të moralit. Çdo njeri ka dhe moralin e vet. Për shembull, asnjë njeri nuk ka një moral universal siç e ka Zoti. Çdo njeri ka kriju standardin e vet të moralit, standardin e vet të fesë, standardin e vet të mendimit. Dhe kjo është një sfidë. Sfida jonë fetare është që t'i përgjigjemi kësaj kohe ku jetojmë në një mënyrë, duke krijuar një strukturë të qëndrueshme të mendimit, pra që janë mëdhëbet, duke i risjellë një herë në vëmendje, sepse ato krijojnë një rrjedh mendimi dhe kulture, dy, duke u mbajtur mas traditës, ajo çka është e dobishme prej saj të mbahemi dhe të krijojmë një traditë që ka vazhdimsi. Pra një njeri fetar nuk mendon që feja ka ardhur me ardhjen e këtij. Asnjë hoxh nuk mund të mendojë që feja ka ardhur këtu në Shkup se kam ardhur unë. Edhe hikën po hika unë. Feja këtu ka 500, 600, 700 vjet. Edhe do ketë sa të ketë emër Zoti, sa ta ketë bëjë emër Zoti. Unë jam thjesht një kalimtar si gjithë tjerët. Vej një gur në atë që kanë vej tjerë dhe ndërtoj murin e madh për cilët, apo ndërtoj alternativën e shëndosh për cilën kërkon shoqëria, që është ajo që fton Zoti. Nuk jam unë tek. Dhe fillon me mua dhe mbaron me mua, se këtë prodhon moderniteti. E lidh çdo gjë me ekzistencën tënde dhe timën. Nuk mendon as për atë që shkon as për atë që vjen. Po duhet rikthimi këtë tradita. E treta, rikthimi këtë institucionet. Besueshmëri dhe kontribut të vazhdueshëm në institucione. Mirë apo keq, dobët apo me gabime aty brenda. Të ndihmojmë, të japim një dorë që për breza më vonë të jetë më mirë. Për brezat më vonë gjejnë diçka më mirë, shikojnë diçka më mirë. Nëse i do psojmë institucionet, godasim traditën, shmangem vazhdimsinë e mendimit, të gjithë brezat do ngelin tek përballë modernitetit dhe moderniteti është shumë është i dhunshëm, jo i fortë, është i dhunshëm. Ndërhyn me zor, do apo nuk do të ndërhyn. Konsumon. Po them pra, imagjinoj të lexosh Imam Buhariu thotë, ka ecë 40 ditë vetëm për taku një nga transmetuesit e hadithit. Po ti lexon 2000 hadithe në ditë s'ma men asnjë. Si është e mundur të dëgjosh, të kalosh nëpërmjet rrjeteve sociale 500 sa hoxhallar dhe mos asnjëri mos të tërheq vëmendjen që të ndalosh dhe të meditosh të paktën 10 minuta, ore ku jemi, çfarë po bëhet? Ku po shkojmë? Po sta mundson moderniteti këtë. Moderniteti ka konsumin. Ec. Dhe çdo gjë është imagjinare, nuk ka konkrete. Prandaj duhet kthimi, thash edhe një herë, tek shkolla tradicionale të mendimit. Unë nuk po them të rishin gurt, po ti zhvillosh ato. Si thotë Muhamet Asadi, për shembull, Muhamet Asadi ka rruga për Mek, ka një tezë shumë të fortë. Muslimanët thotë në vend se të merrnin premisat që solli Zoti dhe të hesnin me to dhe të zhvillonin, u kthyn në mbrojtës. U kthyn duke i mbrojtë tezat dhe duke i zhvilluar. Në momentin kur u kthyn mbrojtës thotë ngelen. Koha heci, jeta kishte kërkesa tjera, bota pati zhvillima tjera, ne u kthym në mbrojtës të tezave, jo në zhvillues. Ne duhet ishim zhvillues tezave. Ke vure çfarë pozicioni jemi, në pozicion shumë mbrojtës. Nuk jemi zhvillues. Është tjetër ta marrësh fjalën Zoti është një dhe ta zhvillosh, dhe një jetë. Zoti është i drejtë dhe ta zhvillosh një jetë. Zoti është i gjithdijshëm, i gjithur. Për emrat e Zotit ti zbresh ti reflektosh, krijosh atë për cilën fton Zoti, është tjetër ti dalësh mbrojtje këtyre tezave. Po neve na ka dalë Zoti mbrojtje për Kur'anin, s'ka nevojë mbrojtjen tonë. E kemi nevojë të punojmë me të që ti zhvillojmë si teza. Dhe kjo krijoi atë krizë që ka moderniteti, pra sfidën reale të modernitetit. Ne duhet i zhvillojmë tezat fetare. Po nuk mund zhvillohen tezat fetare nëse skapim as traditës, shkollave të qëndrueshme të mendimit fetar dhe ngritja e institucioneve. Periudat tradicionale që po kalojmë, nëse vazhdon akoma me qase individuale, sa do të gjata të jenë. Se tjetri mund të bëjë dhe universitet, po është tek. Nëse nuk krijojmë një ekip, borde shkencore, borde zhvillimi, grupe interesi, prap jemi ne, se po sa mund të bëjë dhe universitet, po e kam prap unë kontroll. Jam unë. Është tek. Prap është ego e zgjatur, nuk kemi ndërtuar gjë. Pa nëse feja ka një gjë të madhe, ka konsultën. Unë nuk di në gjë të ketë bërë profeti pa konsultë. Absolutisht. Edhe kur humbi atje në Uhud,
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. Ato 50 shigjetarve në darkë, thotë Ibn Kathiri, i ka zbrit ky ajet. O Muhammed, po t'ishe ti zemërgur, asnjë s'tafrohej. Por me mëshirën e Zotit ju bëri i but. Prandaj fali ato dhe kërko falje për ato 50 ka. Dhe nese konsultohu prapë me ato. Të të bira si për konsult prapë me ato, sepse ato kanë kalu i përvojshës. Vlen mësimi që kanë marrë ato. Imagjinoj edhe një moment kur ka gabuar, jo më kur prapë konsult, thotë Zoti. Pra krimi i bordeve, i grupeve të interesit, institucionet mirëfillta, kështu ne do krijojmë një alternativë të shëndosh përballë sfidës moderne. Por ndryshe moderniteti do ta ketë fuqinë. Na shman nga dia, na shman nga tradita. Ma e men, kush godet traditën është 100% një pikpamje moderne pa e kuptuar. Kush godet tradita mendimin dhe kush godet institucionet nuk po e kupton, po është tipik njeri sekular, laik, në mënyrë të menduari. Mënyrë si mendon, po themu. Mënyrë si mendon. Për shkak se ka shkollë që është medresja. Po ti mund të hapësh dhe shkollë në rrugë, po nuk është fetare kjo në rrugë më shumë se medreseja. Nuk është më fetare kjo se sa medreseja. Harroje. Se medreseja ka histori, ka breza, ka institucion, ka llogari. Në rrugë kush jep llogari? Kujt jep llogari në rrugë? A ke bërë mirë, a ke bërë keq? A e the si duhet, a se the si kujt jep llogari? As kujt. Pastaj leje mos vim për terma të tjerë që e kemi ngarkuar pikpamjen fetare me etiketime që ujon. Grupi shpëtuar, grupi humbur. Hoxha i hakut, hoxha i pa hakut. Nuk janë terma, nuk janë tonet. Unë nuk di terma, këne fetar nuk ka kështu termash. Vetëm Zoti është hak, ne tjerë kemi shumë shprehje që themi atë që thot Zoti, të jemi të vërtetën, por nuk e di. Pra, marri Ibn se referencë, e ke aty ke libri vet. Me Majmu'ul Fatwa thot, kur e kam pyetur o imam, në çfarë shkallë të imanit je? Ai thot që nuk e di sa musliman jam, pa të them pasaj sa besimtar jam. Nuk di jo. Përpiqemi. Si tha dhe Ahmet Shkodra, Ahmet Pas, e kishim pyet atë, hoxha vendi si je? Nuk di gjë, tha. Tha pyet njerëzit dhe tregojnë për mua, tha pyet mua, them për njerëzit. Po hoxha Allah tha na bëv Zoti. Nuk e di a jemi. Pra, duhet vënë diskutim premisa jon. Por besoj që sfida modernitetit kjo është. Dhe ke vorreti që të rit për shembull janë shumë të çorientuar në raport me të tri këto instanca. Qoftë me mendimin, qoftë me traditën, qoftë me institucionet, shumë të tuar. Janë shumë të tuar, shumë të hallakatur, kanë krijuar shumë pabesueshmëri. Sepse janë godit nga pikpamjet moderne. Institucionet blloko, mendimet e ato që kanë qenë me dhëbet kanë ato problemet e veta, tradita kanë pas bidate, ku ju fut sa terma, dhe ai riu kanë kel peng tani, ai nuk e din kujt i besoj. Ai detyrohet në gjithet mas meje, dhe të mahet dhe peng nga ana ime, pra se edhe në gjithet dhe maj peng. Se një njeri që të merr 24 orë, a lejohet, ai është peng. As është fetar që ecë me kom të veta. Ne duam njerëz që shkojnë ke Zoti me mend dhe kom të veta, jo me kom të veta mend e mia. Ç'është të shku ky të ardhë unë, jo ke Zoti. Fetar të dishëm. Të lexuar, të kuptojë dy gjëra, të ketë një mendim, të ketë një kritik. Të thellohet në dije. Unë nuk po them, atëherë nëse s'ka thelluar në dije, ndjekim edhe hebet se ato e kanë thelluar çështjen, mos i lodhim njerëzit. Nëse është sferën e dijes, atëherë zgjohu nga gjumi, lexo dhe hape mendjen. Zhvillo dhe kërkohu dhe hulumto me radhë, që të kuptosh ku je dhe çfarë po bëhet. Prandaj unë jam i këtij lloji mendimi që duhet të japim më shumë kontribut në krijimin e institucioneve të mirëfillta akademike, institucionale, të shëndosha, që japin alternativë për njerëzit. Patjetër institucione ecin me avash, po them dhe i herë shkojnë larg. Unë ec shumë shpejt, po jam vetëm, duket sikur ec shpejt, po jam vetëm, nuk shkoj dot larg. Shkoj deri diku bie. Edhe është e vërtetuar kjo punë. Nuk ka nevojë të bëjmë eksperimente 5 herë me gjë. Si umet musliman. Kush hec tek e ka të sigurt që një moment do bie.
Faleminderit, unë besoj që ka edhe shumë gjëra për të folur. Do të ngelen bord që të kemi edhe një emision të bashku. Inshallah, respekt shumë Në faleminderit. të ardhmen, ju falenderit shumë që pranuat ftesën të jeni këtu me ne. Allahu të shpërbleft dhe të dha shumë suksese në jetën dhe sferën tënde. Faleminderit juve. Shumë faleminderit për këtë mundësi. Shpresoj që njerëzit që dëgjojnë ta shikojnë këtë bisedë një pikpamje kritike. Pra, kam dëshirë të zhvillohet një bisedë, le të dëgjohet sa më shumë, të diskutojmë sa më shumë, si jam i bindur që po biseduam, dhe po biseduam me njerëz mençur, do më vesh s'kemi ku të shkojmë. Kështu që lut Zotin që myftinia të ketë sukses, juve t'ju shkojnë mbar, përgëzime për programet. Realisht i shoh me shumë vlerë, ndërtojnë diçka dhe lejnë diçka të mirë inshallah. Kështu që Zoti shpërbleft. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Allah ju nderoft. Të nërëlleza dhe mota, këtu është edhe fundi i emisionit Myftinia Podcast. Për safir kishim nderin klasin të kemi Hoxh Vladimir Kera, duke lutur Allahun xhelalu të ta shpërblemet mirat e pafundme në këtë botë në botën tjetër. Deri në edicionin e radhës, mirëmbëjtje, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.